një padrejtësi e madhe që po i bëhet Arbënorit dhe shumë njerëzve të tjerë tanë që po i bëhen. Kam burgosur, vetëm se ka qenë ish pjesëtari i policisë. Heshtja e shtetit nuk është thjesht dështim, është një padrejtësi e dyfishtë. Prania jonë këto është më shumë se një mbështetje simbolike. Ajo është dëshmi se padrejtësia nuk mund të mbulohet me heshtje. Ne jemi këto për të ngritur zërin e Arbënorit, për të thënë me vendosshmëri se liria e tij është e drejtë themelore dhe se askush nuk mund të mbahet peng i padrejtësisë. I bëjmë thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të angazhohen pa ndërprerje për lirimin e tij. Po ashtu, i bëjmë thirrje institucioneve ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të drejtave të njerëzit që të marrin përgjegjësinë për të garantuar të drejtat themelore të një qytetari që padrejtësisht po mbahet i burgosur. Arbënori nuk është vetëm një individ, ai është simbol i dinjitetit dhe i qëndresës. Ai përfaqëson çdo qytetar që kërkon drejtësi dhe çdo familje që beson në të drejtën dhe lirinë. Sot, zyri ynë është zëri i Arbënorit dhe ky zë nuk do të shuhet derisa e drejta dhe liria e tij të rikthehen. Arbënori nuk është vetëm një emër. Ai është biri një familjeje, shoku i një komuniteti, qytetari yni, një i ri i pafajshëm, i cili sot gjendet i privuar padrejtësisht nga liria. Sot nuk flasim vetëm për fatin e tij personal, por për një padrejtësi që na prek të gjithëve. Sepse kur një i pafajshëm bëhet në burg, liria e secilit prej nesh është rrezikuar. Ky rast nuk është vetëm një çështje familjare. Është një çështje njerëzore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një thirrje që na kujton se sa e brisht është liria dhe sa e shtrenjtë është drejtësia. Sot jemi në muajin e 4 të kësaj padrejtësie. 4 muaj janë shumë. Janë të përjetuar si një përjetësi për familjen që zgjohet çdo ditë me ankth, me lot dhe me shpresën se një ditë kjo padrejtësi do të marrë fund. Janë 4 muaj të rëndë edhe për Arbënorin, i cili dikur me dinjitet dhe përkushtim i shërbente këtij vendi. Dhe sot është i mbajtur larg lirisë së tij. Ky nuk është vetëm një burg fizik, por edhe një plagë e thellë shpirtërore për familjen dhe për të gjithë shoqërinë tonë. Çdo ditë që kalon është një padrejtësi më shumë. Ne i falenderojmë institucionet tona shtetërore, mirë po edhe i bëjmë thirrje që të mos heshtin, të mos vonojnë dhe të mos e neglizhojnë këtë rast. Heshtja e shtetit nuk është thjesht dështim, është një padrejtësi e dyfishtë. Është detyrë e shtetit të mbrojë çdo qytetar të tij, pavarësisht se ku gjendet ai. Sot, më shumë se kur, duhet të tregojmë që jemi një shtet që i mbron qytetarët e vet. Po ashtu, sot duam t'ju drejtohemi me forcë edhe te institucionet ndërkombëtare, ambasadat e vendeve mike, organizatat për të drejtat e njerëzit. Ne ju bëjmë thirrje që të mos qëndroni të heshtur përballë kësaj padrejtësie. Arbënori, sa i përket gjendjes fizike është mirë, po për shkak të gjendjes emocionale dihet se është i lodhur, është mërzitur nga padrejtësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretu nuk është i maltretuar, sa i përket maltretimit fizik nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte, ai po e vuan ata për shkak se është u mbajtur në mënyrë pa drejtë, po thotë se ai policinë ka Kosovës e ka lënë me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022. Ndërsa ky akuzohet për rastin i cili ka ndodhur në 24 shtator 2023, që s'ka të bëjë fare me atë ka udhëtuar më herët, mirë po nuk është ndarë. Mirë po ky rasti i fundit tash, ju e dini gjendjen që ka tensionuar gjendja. Viteve të fundit edhe për atë tash, këtu është problemi për shkak të shëmbull që ka punuar si polici i Kosovës. Se për asgjë tjetër. Po, dokumentacionin, të gjithë dokumentacionin e kemi dorëzuar avokatit, dhe avokati ka proceduar në prokurori. Dhe institucionet tona janë angazhuar, mirë po ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos të ndërkombëtare, sepse kjo është një padrejtësi e madhe që po i bëhet Arbënorit dhe shumë
djemve tjerë tanë që po i bëhen. Nuk është pyetje këtu vetëm se arbënori, po ka djemë tanë tjerë që ndodhen atë. Kjo është një kufizim i lirive të drejtave të njerëzit, të lëvizjes së drejtave të njerëzit. Dhe ne kishim kërkuar për organizatave ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja që të reagojnë më tepër. Kjo është një protestë për lirimin e Arnor Spajut, ish polici që është i përkohësur padrejtisht në Serbi. Edhe qëllimi i kësaj është që vërtet u bë gjatë, u bën 4 muaj, që ende nuk kemi konfirmuar, vetëm kemi zgjatjes para burgimit ose tjetër. Normal se familja jemi mjaft të shqetësuar se mbahet padrejtisht në burg, domethënë diçka që ai ka qenë në Gjermani me bashkëshorten, me kthim si për familjen me ardhur për Bajram, u bashkuar me familje, edhe nalën në kofe. Hyrjen në Hungari, Serbi, edhe kam burgos vetëm se ka qenë ish pjesëtari i policisë edhe pa kur farë ata akuzat që kanë bojnë me akuzat pa bazë, s'ka qenë fare këto në rastin e Banjskës që ka ndodhur.